Toyota RAV4 2026 ka ardhur tashmë në showroomin e Toyotës në Kosovë, duke sjellë një kombinim perfekt mes teknologjisë, komoditetit dhe fuqisë moderne. Modeli më i ri vjen në dy verzione të avancuara në hibrid me performancë të përmirësuar dhe konsum të ulët të karburantit, si dhe plug-in hibrid, me 309 kuaj fuqi dhe mundësi vozitje vetëm energji elektrike për distancat e përditshme. Në showroomin në magjistralen Prishtinë-Ferizaj, të gjithë dashamirësit e Toyotas patën mundësi të shohin nga afër këtë model të shumëpritur. Toyota RAV4 2026 u prezantua në 3 ngjyra elegante, të zezë, të kuqe dhe ngjyrë hiri. Të pranishmit jo vetëm që e panë makinën nga afër, por patën mundësinë edhe të futen brenda saj, të provojnë komoditetin, teknologjinë dhe ndjesinë që ofron në timon. Sipas dëshirës së secilit, u theksuan detaje të ndryshme që nxorën në pa tiparet e reja të këtij modeli. Dizajni modern, hapësirën e bollshme, sigurinë e avancuar dhe performancën. Bombe gjigant, loshku. Se di tash për çmime alo se di dhe që super spektakull kërë është. Ekrani se zakonisht gjigant edhe tamam i mirë. Qysh kena qef na djemë të krejt në pas, po nuk e di, krejt high-tech. Por këto 3 makina nuk do të jenë të fundit. Mjafton ta keni dëshirën dhe zgjedhni ngjyrën tuaj të preferuar, ndërsa Toyota do të kujdeset që RAV4 2026 të vijë deri tek ju. Unë ma faleminderit që keni ardhur në këtë promovimin e modelit më të ri të RAV4-shit, e cila gjenerata e 6 e këtij SUV-it, vetëm me i tregu shikuesve dhe ndëgjuesve që Toyota në vitin 1994 ka dalë me SUV të këtij lloji dhe tani është gjenerata e 6 që po e shohim sonte këtu. Janë 3 modele që kemi prunë momentalisht në salonin tonë. Këto janë modelet hibrid, më vonë do ta kemi në shtator edhe modelin plug-in, i cili jep mundësinë edhe për mbushje me rrymë elektrike dhe vozitje me rrymë dhe me motor hibrid. Megjithatë, një gjë është e sigurt. Toyota RAV4 2026 nuk është një nga ato vetura që të lënë në rrugë. Siguri, fuqi, e mbi të gjitha super komoditet.